Këngëtari i njohur Shpat Kasapi u nda nga jeta pak ditë më parë gjatë një arresti kardiak në shtetin e Italisë dhe për të folur mbi Shpat Kasapin dhe çfarë ishte në të vërtetë për te këngëtarit, kam të ftuar në një lidhje direkte Alfred Muçën. Zoti Muça, faleminderit shumë për intervistën. Faleminderit juve. Zoti Muça, në çfarë thana e keni njohur Shpat Kasapin? Në njohte një mik i përbashkët, këto e 20 vjet para. 19 vjeta, 20 vjet, diçka e tillë që. Pra ke 20 vjet që e njihni Shpatin. Po. Pastaj misia juaj ka vazhduar në kohë. Sa e vinë në Tiranë, e pa mundë mos më takonte, mos telefononte. Vitin për një kafe, për një dreka, për një darka. Për te artisti, çfarë njeriu ishte Shpat Kasapi? Më thëmë se s'lind me nëna. Djalë t'ilë. Ishte më artisa. Shoku mirë. Çfarë bisedonit kur uleshit? Si ishin bisedat me Shpatin? Po ne edhe kur pirim kafe, e pa mundë që ai më skërton të më se di kur gjenda të forcë, qeshte, të donte. Ne t'ishim në restorant, në kafe, ku do që t'ishim do, e pa mundë, pa këndut, jo i kanë komplet, e këto kështu strofa, varet se ne i fare kështu. Ja kaloni mirë. Gjatë këtyre viteve që ju keni pasur miqësi me Shpat Kasapin, ju ka shprehur ndonjë shqetësim lidhur me shëndetin e tij? Këtu Shpati edhe me shpitu afër meje i farkohe, në vjet në mos gaboj, në vit e gjysmë më ketë shumë. Dhe pinte kafe ke lokarim, 2 endit, 3 endit. Dhe një ditë fërgoj gjokësin kështu. Edhe unë nuk jam doktor, po këtë e di, kam gjuar që po të shënëvoj gjokësi, ke problem me zemër. Edhe ishë vetëm unë Shpatin të avolin, e bori kështu. I të mund që kemë, u trajma me thonë drejten, po më gënjëm. Dhe unë e besova se ta, se Shpati bëndë palestër, regullisht, boks bëndë më shumë, e të kam bo shumë së vitje. Okej, dhe unë e nashkallova, thash, një leka nga së vitja sforcu. Po, kur morë vesh lajmin, atëherë kuptova që për e gabim që nuk qova këtë doktori. Se unë, sa e pash, një duke shtrëngu gjokësin, se më kanë, i kanë ndodhë edhe një shuku di më rëparë. Dhe ja kisha me rakun. Po thash, 2 metra qunë, së vitje bënde, u shqente mirë, shëndechëm. Rallë e rëhanë të kështë gjona shkur ishte për një koncert për rrugë për kështë. Andë një gjithë shpejt, për kështë u shqente shëndechëm. Si shpjegoj zoti Muça që një mosh kaq të re 40 vjeç pëson një arrest kardiak? Po pse i ati vetë nga se dishë. Mos valë dhe i ati piti drogë. Se këta të nuk pëjqizin. Jo drogë, jo alkohol, këtë jënë të qizin. Në base është të reshikuar, nuk e di.
Nuk e di, bu kam qenë vetë në tavolinë kur ka shënu Gjopsin. E bëri shumë. Nuk jam doktor, po me të thënë përgjigje si shpjegohet. Atë jam punde dhe të pyet një doktor si shpjegohet, jo Fredi. Ju ka folur një herë për babajnë e vetë se si ka ikur nga jeta? Shumë ka folur. Për edhe nënën e ka të mirë. Edhe nënën e ka të mirë Shpati. Më ka folur për bashkëpunimin që bënte i ati vetë me grupin Elita 5. I ati vetë ishte bashkujt tekste, muzike, gjërash. Ishte bashkëpunu me Elita 5. Edhe unë çuditë kur më tha. Edhe nënën e ka shumë të mirë. A kishte ndonjë merak që donte ta ndonjë synim, ndonjë qëllim që donte ta realizonte një jetë? Më shumë për çunin në fjalë. Jo se ka një gjë të madhe çuni, mos të bëjmë alarmante kot, nuk ka një gjë të madhe. Thjesht është një lloj smuni që unë zita për këtej, nuk po flet. Unë kam pas një njeriu tim shumë të afërt, që kishte një gocë, që nuk po i flisë dhe ta u shqetësone në rritej. Kalon një 5-6 vjet, i ku kaloi. Edhe të Shpati atë ditë për ne ke shku në Itali. Lesh thonë, jo ka qenë koncert, jo ka qenë këtu, jo po si ka muzika që me gruan ai ishte i ndam nga gruaja. Shpati nuk e qenë i ndam nga gruaja. Pati probleme parë zakosh, se gjithë çiftet e kupton, po gjë që kaloi. Nuk është ishte i ndam me gruan. Atë ditë ka qenë, është lehtësisht e verifikueshme. Atë ditë ka qenë me nusën e me çunën, e ka prit një miku vet atë në Itali. Edhe Shpati ka qenë me nusën, në dhomë me nusën. Me nusën e me djalin. Si ka ndodhur ngjarja, keni folur, keni pas komunikim me të afërmit e Shpatit? Jo, s'kam pas komunikim, po një helburime nga mrena, si më ta them unë, më kanë thënë që është ndjerë keq. Është ndjerë keq, edhe sa ka hyrë në dhomë është shtrirë. Dhe jam mirë, deri këtu më duket se ka thënë, që më duket se jam fort i sigurt se s'kam qenë vetë prezent. Dhe nëse vetë ka njoftu të mikun, të shokun që unë nuk e njoh, se kam takuar ne këtë shokun e Shpatit, se Shpati kishte shumë shok në Shqipëri, në Tiranë, kishte shumë, gjithë Shqipërinë. Dhe kur ka shkuar ambulanca ka gjetë pa jetë. Nuk kishte çfarë bënte më as ambulanca. Edhe atë postimin që unë bërë aty, kishte arsye pse unë mjellë postova të zërin e Shpatit, mesazhin e fundit që më ka thënë Shpati më. Kur keni folur për herë të fundit me Shpatin? Ai mesazh ka qenë. Ai ka qenë mesazhi i fundit. Shkon të shpesh në Itali, shkon të vinte, ka qenë për koncert Shpati në Itali, apo sa fat për koncert, po ka qenë një javë para, është kthyer, pastaj ka marrë Këtë radhë ka shku direkt për djalin. Vetëm për djalin. Para javë, diçka e tillë, javë dhe ditë që mos gabohem, ka qenë për koncert. Një natë dhe është kthy. Kurse këtë radhë ka qenë apo sa fat vetëm për djalin.
Edhe këtë punë e drogës, që unë nuk po shumë që për gjëj, duhet parashtu kështu, absolutisht që po, se mbrapa pa shpati nuk pinte as alkool, mo, jo, pinte drogë. Ishte kohë që nuk pinte as alkool, se nga që edhe Po, fali po, 5 po. vaktet, Shpati që kur martu me dënusën së promentit se jam mirë, herova emrin Selvin, dhe që më me që është martu me të shpati ktheu totalisht, të shpati në prezencën time, e përjetoj keq ndarjen me Afroditën. E përjetoj shumë keq. Dhe edhe nuk e di, aty ishin blu dhe keq për shpatin. E vojti shumë, mësoj pijen. Është vërtet që atë e ka përdor edhe lëndë narkotike, plas në atë kohë. E përjetoj shumë keq, thoshte më vjen turp, thoshte, jo se s'ka ferma tjera, po më vjen turp. Se kishte sedësh. Atëherë po, është vërtet që shpati ka përdor. Po që ku martu, të shenë mrapa ju përgushtu familjes, familjes, fjalë u kujdesë për shëndetin, tash edhe shparë, pak më para, që u qente shëndetshëm, vetëm në rast se kur e kishte urgjent duhet më hongër, ne i gjë me fut, ne i gjë ngojë dhe tikim se u bombon. Vetëm atëherë hante për shembull me picë në gjë kështu. Po duhet të bënte edhe palese. Po gjëja që më ka bërë përshtypje ke shpati bile se kam pyet. Shpati u vishte bukur, kishte gusto, po të betohet Fredi që asnjë nga rrobat e shpatit nuk shkonte shpati ke firmatot. Nuk se trajtojnë thoshte 700 euro me blej këmish. Ja, kjo shumë me kishte gusto. Po ju me shpërdoru lekun. Një hal kot me ble një këmish ose i gjup 1000 euro, marke, kështu firme. Jo, si ishte nga ta. I zvilte, po jo marke. A gjënof të është atjerë të kam buk pa hongër, unë të blej 2000 euro, 3000 euro gjup. Ose një kostum, që gjërësh. Nuk e gënjenin markat. Si pat reagimet pas vdekjes Shpat Kasapit, qoftë edhe të atyre që postonin në rrjete, qoftë media, pra kishte shumë reagime për ndarjen ti nga jeta? Shumica shqiptarëve, jo shumica, po 99% shqiptarëve i ka ardhur keq. Po është 1% që të hiq trurin. Të hiq trurin. Bilet mjellë e pasë edhe një emision, jetë ju bëhet autopsia që ka dësh nusja ke dhoma Shpatit, kur ata ishin ndarë. Nuk kanë qenë të ndarë, ata kanë udhëtu bashkë. Është farë letë e veprikueshme ke sistemi TIMS. Që ata kanë udhëtu bashkë të dy, të tre me gjithë fëmijën. Pse kanë shkuar deri këtu sa dyshojnë që t'i bëhet autopsia se ishin me gruan? Por nuk bëva ki kur. Po të shqitë të televizionet, janë ca televizionet që janë pabrigjeqëm. Njerë se televizionet ka një armë të fuqishme në dorë dhe po e përdorën për keq. I gurë hudhin pusë, ata është një shprehje popullore që thot një budalla hudhi gurën pusë, 40 men që nuk unë nxjerrin. Edhe ta del njëri dy thot çdonte nuse këta më Shpatit, kur ata ishin nda, edhe jo që dyshojnë gjë mos ka vepru nusja. Oh my God, çdica thënë. Ishte televizion, se t'ishte ne i kështu Mihal
këta rrjete sociale, ardhës e përmbyllje i veshjes, ishte emision. S'më kujtohet se ku, edhe po më kujtohet s'kam me emrin. Fredi, kemi informacione se kur do zhvillohet ceremonia martore? Jo, nuk dihet se të bëhet ekspertizë herë. Edhe nuk dihet akoma. Paktën unë nuk e di. Unë nuk e di. Akoma s'më ka haberi se kur. Fredi, pat një moment që pat ca vite që Shpati jetoj në Shqipëri, në Tiranë. Pse zgjodhi të jetoj në Tiranë Shpat Kasapi? Po, për efekt pune. E kam pas këtu, një herë, eritua për meje, një 70 metre, 80 metre e lërë meje e rrimi shpi. A i pëlqente Tirana? Po, i pëlqente. Jeta natës Tiranës, e beziti pak fansat shumë, se mos femët, për nuk e përshkallën të fare. Që kur martu me Silvien, nuk i që ditë që po, nuk i bënd të shu foto kur e kërkoshin, nuk përton të fare. Shu foto shi gjara, nuk përton të. Dhe ti që fugara, pasa një qunë, gocë, plak, i përgjishte, edhe e që dishme për të gjithve me të njëtë busqeshje, po të jashovë gjitha fotot, e njëtë busqeshje, nuk e ndronë të një busqeshje. Kishe një busqeshje të këndshme. Zemër nëse të madhe. Kishte momentet vështira që të thoshte që shiko, kam një situatë vështirë. Pra, përveç rastit... Vetëm me i rast, unë patën, e kuptëm, se unë nuk është që ishe në ditë me Shpatin, unë t'jesh, kur ishte para se marrë në Tiranë, me të kuvinë në Tiranë, njelu u takoni me përmin e Shakane. Po, një përveç atëherë, kur ishte kjo ndarë me Afroditën, nuk kujtojnë që të pas në aty u shëvit Shpati, dhe ja mori dorën se si mund të kalosh dëdhimi, të kthesh dëdhimi në forcë. U shëvit atyre. Po, që e vujti shumë, e vujti. E vujti për sedri, jo se, shumë për, i vind të turp. I vind të turp të është. Pse i vind të turp? Qa kishte për, të më thënë që... Për nuk se o të trahtoj. E mori veç gjithë bota. E kupton? Fredi, kam dhe i pyetjet fundit, çfarë ka humbur muzika dhe, po themi, Shqipëria me ikjen e Shpat Kasapit? Gjë. Më di që edhe Vasili Karasi në Greqi, më di shplak. Kurse Shpati do ngelet gjithmonë i ri. Zdi që të më tjetër. Fredi, ngushëllime për humbjen e mikut tuaj dhe faleminderit shumë për intervistën, ishte kënaqësi, faleminderit shumë. Për fjalët që thatë për Shpat Kasapin. Respekte. Faleminderit.